Babai Fatmir Pjetri, i shpallur në kërkim disa ditë më parë në ndyshimin se është pjesë e bandës së babagjyshve, rrëfen për News 24 pretendimin e tij për akuzat e ngritura ndaj të birit, si dhe sjelljen brutale të policisë, e cila sipas tij ka mbyllur një biznes të lishëm. Ne kemi punuar 12 vjet me Greqi. Unë kam qenë sipërmarrës në timi, ku kemi punuar dhe kam të gjitha lekët që kam fituar në Greqi kam me dokumente. Me këto para erdhëm në Shqipëri dhe hapëm një biznes. Ky biznes është një biznes i veçantë, japim hua me garanci. E kemi marrë me çekere, i japim hua me garanci, do të thotë, ti ke nevojë për 100.000 lekë, vjen në një telefon, një laptop, një diçka për një periudhë kohore 15 ditore deri në 30 ditore. Dhe për kur të vish ta marrësh, pagun një shumë 5%, 6% si të bi kontrata. Në momentin që ne marrim plashkën, personit i marrim kartën e identitetit. Pronari një biznesi tek kryqëzimi 21 dhjetorit me emrin Japim Hua me garanci, Gjim Pjetri, rrëfen se malli që policia deklaron se ja ka sekuestruar bandës së babagjyshve i është marrë në dyqanin e tij të lishëm dhe ky mall ju përket klientëve të tij. Unë detyrojmë të vite televizori si nuk kam besim te policia e shtetit. Ai thotë si sekuestruam 7 iPhone-a, 10 iPhone-a, 7 varëse. Po si e thotë këta i sekuestruam edhe ja u gjetëm këtyre persona babagjyshit vitet të ri, në një kohë kur i kanë marrë në dyqanin tim. Edhe këto janë mallna të klientëve të mi. I rrëfen se djalin e tij e kanë shoqëruar disa herë në polici për ta pyetur rreth grabitjeve të argjendarive dhe herën e tretë e kanë dhunuar. E kanë thirrë për ta pyetur djalin tim që a mos ka pru kush Flori te dyqani juaj. A ke parasysh? Herën e tretë, kur na shbon një thyrje në Maqedoni, djalin tim e kanë marrë që nga ora 9 e darkës deri në nesër në orën 5 pasdite. Po nuk e lidh asnjë gjë. Po për arsye se ka biznesin e tillë që njerëz mund të shesin Flori, mund të shesin gjana, edhe herën e tretë kanë dyshuar se mos ashte për Star grupi. Policia. E për këtë edhe e kanë rreth ka oficer policisë djalin, me qëllim si të tregojnë mja me tortura. Kur djalim ka ardhur në shtëpi me 3 bëri të thyme. Dhe i ka të thyme edhe sot dhe mund të vërtetohet në mjeksi. Por tha unë do kaloj në vetgjysi. Unë i njoh këta persona. Janë oficer të lartë të policisë. Babai 29 vjeçarit shton se policia pas një dokument i ka bastisur disa ditë më parë shtëpinë dhe se nën frikën se policia mund të sillet harbute, ka nxjerrë jashtë vendit dhe djalin tjetër. Ne jemi me stres tash ne nuk po vlem gjumë. Çfarë bëna tash? U detyrova të nxjerra edhe djalin tjetër jashtë tjetër, në mënyrë të palishme. Nga frika se po marrah prap policia dhe këta. Si e thërrën një ditë edhe këtë voglën që punon në shkret aty. E thërrën. Tash kontrollon shtëpinë. Nuk gjetën asnjë dokument. Ban një proces verbal që nuk është gjetë gjë. E formosëm dhe e majtën ata s'u dhan asnjë kopje. Nuk më sollën as dokument të prokurorisë fillimisht dhe nuk më dhan as kopje proces verbal të shtëpisë se çfarë gjetëm pastër gjetëm me gjë brenda. Edhe nëse se djali e ka bën, ti bëjnë dënimin e meritur, që i takon. Po jetë është djali im ngelet jashtë jetë pas një lloj dokumenti tash më, kupton se as 3 mujore janë vizat. Edhe ai është i detyruar të paresin jashtë jetës. Deri ditën si të bëhet gjyqi. Sipas deklaratës për shtyp të policisë së shtetit, 29 vjeçari Fatmir Pjetri është shpallur në kërkim si i dyshuar i bandës së babagjyshve, bandë kjo e dyshuar për vjedhjen e qendrës tregtare Tek dhe 12 vjedhje të tjera me dhunë brenda dhe jashtë vendit.